Për të kuptuar se kur mbaron një lëvizje berish, na duhet vetëm të bëjmë të kundërtën. Na duhet që të kemi një lëvizje të fortë berish, një bisht dhe një qiri bullish më pas. Që në këtë rast është nëse kemi një zonë diment dhe kemi një lëvizje të fortë berish, kemi më pas një qiri më të dobët dhe një refuzim, më pas kemi një qiri bullish. Kjo do na indikoj që do kemi një lëvizje bullish më pas. Pse? Sepse është e njëjta gjë me atë që shpjeguam tek pjesa e kur mbaron një lëvizje bullish. Shitësat janë bindshëm në market këtu. Dhe ajo çka pritet të ndodhë është që e njëjta gjë të ndodhë dhe me qiriun e radhës. Shitësat janë bindshëm në market. Por shfaqen shenja dobësimi të shitësave dhe hyrje të blersave pikërisht në një zonë diment, e cila në vetvete është një zonë ku blersat futen në market. Më pas, kjo tregon që blersat janë më të fortë se shitësat në market, qiriu bullish. Dhe gjithë kjo logjik të çon që nga një lëvizje berish ti të shkosh në një lëvizje bullish. Pra është thjesht një rregull i marketit, është komplet flow i price action që ndodh. Po ashtu dhe për skenarin e dytë, të kemi një lëvizje të fortë berish, të kemi një lëvizje korrigjuese, po në këtë rast tjetë rënse, dhe më pas të kemi një qiri bullish. E marrim këtu, kemi një zonë e cila është zonë diment, kemi një lëvizje të një qiriu të fortë berish, më pas kemi një lëvizje e cila është korrigjuese por është rënse, pra është një lëvizje korrigjuese rënse, dhe ajo çka ndodh më pas është një qiri i fortë bullish. Dhe në qoftë se e studiojmë kështu, do kuptojmë që kemi pasur një lëvizje të fortë berish, pra ky qiriu këtu është i fortë berish. Çfarë ndodh më pas? Sapo i afrohemi diment, zonë, forca e shitësave nga një qiri fortë berish shkon në një qiri shumë në një lëvizje shumë më të dobët. Dhe blersat shfaqen, shitësat shfaqen, por dobët. Pra, tregon që po shkojmë nga forca e madhe e shitësave, po bie forca e shitësave, po futen blersa dhe kjo tregon që po balancohen dhe më pas futen blersat. Dhe blersat këtu kanë pasur, probabilitetin më të lartë. Jo probabilitet, por janë më shumë blersat se sa shitësat. Dhe gjithë kjo logjik, duke e formuar, na tregon që një lëvizje berish po mbaron dhe do filloj një lëvizje bullish më pas. Vetëm me këto dy video ju mund të mësoni shumë për sa i përket patternave reverse që ndodhin dhe momenteve kur ti mund ta dallosh që në një trend bullish kur do mbaroj dhe do filloj një trend berish, po ashtu dhe e kundërta. Normal futen teknika të tjera si break of structure, që është shumë e rëndësishme, po unë në këtë rast po shpjegoj vetëm price action, mënyrën se si ne mund të lexojmë qirinjt dhe me anë të leximit të qirinjve të dalim në një konkluzion për këtë temë. Kështu që në videon e radhës do ju tregoj tani se kur janë rastet që ne duhet të lexojmë price action dhe ti shfrytëzojmë që të futemi ose sell ose buy.